Mirlin Daku po kalon një moment shumë të mirë në Rusi, aty ku me Rubinin e Kazanit është kthyer në protagonist absolut, duke shënuar gola në mënyrë të vazhdueshme në kampionatin. Vendas, sulmuesi kombëtares, ka dhënë një intervistë për Telegrafin, aty ku ka folur për karrierën e tij në Rusi, si dhe për kombëtaren që në tetor ka një ndeshje shumë të rëndësishme në Leskovac përballë Serbisë. Vendase, për të shënuar paguajmë dhe atë po bëj. Jam shumë i fokusuar te ndeshjet 1-1. Mundohem gjithmonë të jap maksimumin tim, të ndihmoj ekipin, edhe pse jo të bëj dhe statistika më të mira se sezonin e kaluar, sepse tashmë e njoh shumë më mirë ligën dhe kundërshtarët. Nuk kemi atë presionin e madh të titullit, thjesht përqendrohemi të nxjerrim më të mirën në çdo ndeshje dhe pastaj ecim hap pas hapi. Për mua nuk ka objektiv personal të caktuar përveç se të jap gjithmonë maksimumin në fushë. Si sulmues, obligimi im është që të shënoj gola dhe të jem aty kur ekipi ka më shumë nevojë për mua. Në fund gjithçka që dua është të ndihmoj skuadrës të arrijë rezultatet që kërkon. I pyetur për merkaton, ai është shprehur: "Është e vërtetë që ka pasur shumë oferta nga klube të ndryshme, por vendosa të vazhdoj me Rubinin. Ata kanë treguar besim tek unë që në ditën e parë kur erdha dhe nuk desha t'u kthej shpinën. Normalisht pati edhe diskutime rreth kushteve për çmimin dhe marrëveshjen, por nuk arritëm të gjejmë gjuhën e përbashkët me disa klube. Megjithatë, e gjitha ishte shumë korrekte dhe pjesë e futbollit. Vendimi im ishte të qëndroj këtu." Sa i përket kampionatit rus, Daku rrëfen: "Rusia është e ndryshme nga shumë shtete të tjera të Europës, por këtu ndjehemi jashtëzakonisht mirë. Në klub më duan aq shumë saqë më duket sikur jam te llapi ose te Ballkani, pra ndihem si në shtëpi. Këtë e kam falje edhe presidentit, trajnerit dhe gjithë lojtarëve që më kanë mbështetur prej ditës së parë. Edhe tifozët e qytetit më kanë pritur në mënyrën më të mirë dhe kjo më ka bërë të ndihem shumë i respektuar." I pyetur për ecurinë e Shqipërisë në kualifikueset e Kupës së Botës, e cila do të luhet në SBA dhe Kanada, ai shpreh: "Tani na presin ndeshje shumë të rëndësishme me kombëtaren, jemi ende në garë për të shkuar në botëror dhe do të luftojmë deri në fund për të arritur këtë objektiv. Është një ëndër dhe një dëshirë secilit prej nesh dhe do të japim gjithçka që të bëhet realitet."